Në një bashkëbisedim live me ndjekësit në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama ka shprehur besimin e tij të palëkundur se Partia Socialiste do të dalë fituese në zgjedhjet e 11 majit. Rama theksoi se sondazhet e opinionit publik, si dhe analizat nga kanale të ndryshme, tregojnë një mbështetje të gjerë për Partinë Socialiste, duke theksuar se shumica e shqiptarëve janë të bindur se Partia Socialiste është ajo që do të fitojë. Në të gjitha sondazhet e opinionit publik, në të gjitha kanalet, është shumë e qartë se pyetjes kush i fiton zgjedhjet ka një shumicë shumë më të madhe se ajo që voton normalisht Partia Socialiste, që thot i fiton Partia Socialiste. Dhe ndërkohë jemi në kushtet kur ka një dëshpërim të madh, dëshpërim shumë të madh në anën tjetër, një dëshpërim i cili reflektohet edhe në pasqyrat e kënetës mediatike. Rama nuk la pa përmendur edhe kundërshtarët e tij politik, duke i akuzuar ata për përhapjen e kritikave dhe thashethemeve kundër tij dhe qeverisë. Për mua nuk lihet gjë pa thënë për qeverinë dhe për Partinë Socialiste, që është forca që qeveris, madje edhe për vetë popull. Populli së fundmi në këto pasqyra konsiderohet, citoj, i sëmur. Është një popull i sëmur sepse në shumicën e tij dërmuese mendon se vendi po ecën në drejtimin e duhur. Kryeministri është ndalur dhe te përdorimi i gjuhës së tij gjatë fushatës, duke u përgjigjur për deklaratën e tij të njohur për autizmin politik. Ka vetëm një gjë për cilën kam kërkuar ndjesë, dhe edhe aty ka qenë një gabim krejt pa dashje, por ama gabim për cilin kam kërkuar ndjesë kur kam folur për autizmin politik. Autizmin politik, për të gjithë ata që janë të interesuar dhe mund ta kërkojnë, është një term i përdorur në literaturën politike dhe akademike, nuk është diçka e krijuar për të thyer apo për të lënduar askënd, mirë po. Në fund, kryeministri bëri thirrje për të votuar në 11 maj, duke i kërkuar shqiptarëve të mendojnë për te ndarjeve ideologjike të majit dhe të djathtë dhe të votojnë për Partinë Socialiste për të siguruar një të ardhme të ndritur për vendin dhe për të arritur qëllimin final të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.